Tirës, e cila ndodhet në rrësëmalit të Tomorit, 16 km larg shtetit të Gramshit. Është ndër më të bukura ajvarat të Shqipërisë. Veçantja e saj shndron në faktin se përbëhet nga 3 burime që depërtojnë malin në lartësi të ndryshme, nga 20 deri në 100 metra, duke krijuar pamje të mrekullueshme. Sasia më e madhe e ujit që depërton me shkëmbive është në stinën e pranverës, e cila jep një bukuri përrallore gjithë peizazhit natyror të ujvarës. Ky kompozim i papar elementeve si ujë, shkëmbim dhe bimësia japin padyshim një qetësi të madhe shpirtërore, ashtu dhe mendore vizitorëve. Gjithashtu, kjo zonë ofron mundësi për zhvillimin e aktiviteteve si kamping apo piknik në pjesën e lëndinës me ujvar. Ujvara e së Tirës është destinacioni turistik më i vizituar nga turistë shqiptar ashtu dhe të huaj. Mrekullueshëm i Gramshit i formuar nga erozioni i lumit të Holtës. Kanjoni ka shpatet të tërpisura që ngrihen në 100-150 metra lartësi, duke krijuar një lugin të thellë dhe të mbyllur. Të ujrave me ujra termal, duke ofruar një eksperiencë tërheqëse në mes të natyrës së egër. Ngjyrat e ndryshme Sipërfaqe 12 hektar, ku të gjitha bashkë formojnë një ekosistem mjaft të veçantë, liçenor e pyjor. Zambaku i bardh i cili çel në malin e detit, është liçena Kullajon. Sipërfaqja e tij është rreth 3 hektar. Është i thellë, ka ujë të ftohtë me ngjyrë blu të thellë. Ka bukuri të rrallë edhe natyra që e rrethon liçenin. Pyjet e aheve, livadhet e gjëra alpine, në të cilat në verë kullosi tufa me dele e kuar. Gjatë stinës së dimrit mbulohet me dëbor, e cila shkon deri në lartësinë 1.5 metër. Çdo vit e më shumë vizitohet nga turistët vendas e të huaj. Rreth 100 metra mbi liçen, në lartësi 1740 metra, ndodhet burimi i ujit të ftohtë, i cili në stinën e verës temperatura e ujit është shumë e ftohtë. Ky burim ka përmbajtje të larta të disa elementeve specifik që e bëjnë kurativ për disa sëmundje të reumatizmit. Vizitorët më të shumë janë në periudhën 13 gusht deri në 13 shtator, të cilët zhysin trupin në ujin e ftohtë për 10 ose 15 minuta për 3 ditë rresht. Sikur të kisha edhe unë. Mos e prek! Kush foli? Unë që ka piku, mos e prek qiftën të tash. Mos bërtit more quk dreqi se dëgjon. Pakat e kat, pakat mbures more lepur. Të gjithë të njojnë zedi se sa të vlinë lëkura. Salla pazan që je more quk ka pik. Shikore punën tënde. Shko gjenë doj krimba tjeti e mos dëgjon se që thonë të tjerët. Vëlla lepur. Nuk largohet. Largore, po të them. Duar, Gina, nuk largohet. O, nuk e shikon, plasi mua, largohen vetun. Prit, pa do t'a shoshti, prit, pa. Nuam të talëshim. A ti, i do zënjës mësimi mirë, që të mos arroj kur. Po, si lërë, ta mendojnë. O, se jam keq, o, i shpeta unë, o, ti. Pa Krisma pak më parë, të gjove gjoti? Krisma, unë nuk kam të gjuar. Ty, do të në mbërveshët, përveç teje, as një banor i pyllit nuk di ta përdor këtë qifte. Ashtu është, vetëm... Quk, për të kujt janë se... Së marrë vesh fare se shtua, më mirë po ndjek gjurmë.